Atëherë, venimi 64 është venimi bazë I buxhetit të vitit 2025. Ky venim me këtë projekt të ndryshime pasi përdoren transfertat dhe të ardhurat e trashëguara nga viti 2024 për vitin 2025. Në vlera monetare janë 30.748.190 lek janë transfertat e trashëguara dhe 23.755.217 lek janë të ardhurat e trashëguara. Në total 54.5 milion lek treja janë trashëguar nga viti 2024 për vitin 2025. Këto do të përdoren sipas programeve buxhetore të përcaktuara. Për programin 011 dieta do të përdoren 8.6 milion lek. Për programin 04520 ose rrugë të rurale do të përdoren 1.2 milion lek. Për programin 06260 ose shërbimet publike do të përdoren 41.4 milion lek. Ndërsa për ndërmarrjen sociale do të përdoren 868.000 lek. Gjithashtu, në këtë projekt janë përfshi edhe dy shumat që bashkia bashkëfinancon, ka bashkëfinancim me ministrinë për projektin e strehimit social, për çatip e pallateve dhe për bonusin e strehimit. Pjesa më e madhe e këtyne fundeve, do të thënë më shumë se 60% e tyre përdoren për investime dhe këto janë të listuara në listën e investime që keni secili prej këshilltarëve në ndosje. Një sqarim I shkurtër për listën e investime, ato investime që fillojnë me kod përpara janë investime të vitit kaluar të cilat nuk janë realizuar dhe janë trashëguar për vitin aktual. Ndërkohë, pjesa tjetër janë gjitha investimet të reja që pritet të realizohen gjatë vitit 2025. Ky projekt ka qenë pak I vonum edhe për shkak të ndalesave që ka pas kodi zgjedhor, pasi siç e dinë gjithë jena në vit zgjedhor dhe për këtë arsye nuk është paraqitur në këshill më herët. Është kërkuar mbledhje jashtë rradhës sepse gjitha këto janë investime dhe duhet se s'ban të prokurohen. Prokurimi merr kohën e vet dhe është problem pastaj pjesa e realizimit. Një pikë është edhe shtesa e
numrit të punojësve, janë shtu 5 punojës, pasi bashkia ka përfitu materiale nga Fundi Shqiptar i Zhvillimit, të cilat do të përkthehen në objekte në gjithë territorin e bashkisë. Për të dhënë punë të materiale, është kërkuar që të shtohen edhe 5 punojës shërbimesh. Jo është pikë integrale e buxhetit si numër. Thjesht pastaj niveli i pagave është në vete, pa është pjesë integrale e buxhetit. Kjo ishte pak a shumë një panoramë e shkurtër e këtij projekti që është parasit Këshillit sot për miratim. Si numër është pika por, doktor, edhe kjo shtesa. Ndërsa si nivel është, domethënë me ligjin e buxhetit miratohet numri maksimal i punojësve. Ose me VKB-n e buxhetit. Po pra, se rregull gjithmonë numri i punojësve do të jetë vendim vetë, sepse ne miratojmë numrin e punojësve, jo pagën. Ne miratojmë buxhetin për pagën, po jo pagën vetë. Këshilli miraton nivelin e pagave, edhe numrin maksimal. Dakor, po do të jetë vetë si vendim. Sepse numri i punojësve na ndryshon, dhe vendimi do jetë vetë. Shikoni pak. Io che su le relazioni con i eventi. Tani, se siete presi non sto uscendo. Se tiene short, domethënë edhe në mënyrën logjike të zëvës. Kërkojmë miratimin për gjithë ato ndryshime tanë, që janë lidhur sigurisht edhe me vendimin e dytë. Dhe këtu te vendimi i dytë, një ndryshim në vendimin numër 6 dhe 23 për miratimin e nivelit të pagave të administratës. Pra, miratoi para se të bëhet pika një miratoi nivelin e pagave punojësve, shërbimit të shtuar me urdhrin e kryetarit, në fakt të vendoset numri maksimal, të vendoset numri miratoi numrin e punojësve. Dakor? Se të ta kërkoj prefektura. Numrin e kena të buxheti mor, doktor. Numrin e kena të buxheti. Se t'ja uzhen, që se dëni e dzjarë dhe në ekran. Ashtë të buxheti, aneni 54 Girma V.
miraton buxhetin dhe ndryshimet e tij, në vendim për miratimin e buxhetit miraton gjithashtu edhe numrin maksimal të punuesve të bashkisë, si dhe njësive të qeverisjes vendore. Po në rregull, pika 4. Pika V, ne në 54 pika V. Pika 4 e ke projekti. Pika 4 është e projekti. Po. Projekti në projektin të miratimit e vendet. Dakor, po do të thënë pra neje paraqita unë sepse është ndryshimi i VKB-s buxhetit. Okej. Atëherë, që ta servi, pra drejtimi numër 14/21 janë gjitha ndryshimet që tani, si se vlerësimi i numrit punëesve, pra që te pika 4. Ashtë e qartë, okej, se vjen përpara vjen rritja pastaj ndryshimi i numrit punëesve të relacioni, ja ku e kende projektimi. Miratori shpërndarën në artikull sipas tabelës në analizë të shkallës i vjen propozitë e parë të shkruajmë në 2025 që e theksitoni pra të pjesën e paradisume dhe pika 4 numri maksimal i punëtorëve nga 310 deri në 300. Atëherë, kanë direkt në atëherë kush është dakord me projektin e parashitur nga administrata e bashkisë dhe e kaluar në komisionin përdorëse, pra për disa shtesa në vendimin e Këshillit Bashkiak numër 74 të 23/2024 për buxhetin e vitit 2025. Kush është dakord me Franca, që disa? Ha? Okej. Dakord. Okej. Atëherë kush është dakord që të miratojë të projektimi numër 14/21 për disa shtesa në VKB numër 74 të 23/2024 për buxhetin e vitit 2025. Miratojë. Kush është puna? Projektimi numër 16/5/2025 për një ndryshim në vendimin numër 16/23 për miratimin e vetë të administratës bashkisë, fushësh të cilë administrative në institucionet bashkisë dhe funksionet të deleguar për vitin 2025. Pra, e para ishte numri që ta lidhim organikisht edhe atë shenja të votu dhe të dyta është niveli i pakave. Kush është dakord sipas projektit parashitur në Për të pesë përlues, ta shkohë një shumë për e kodë zhvillimit. A dhe jetë mësuma që vishë dhe më marrë nësë dhe jetë i projekt bashkë. I herë e para ne miratojmë çdo vit, dhe çdo kohë ne kena të implementuar në filmin e numrit të punësve. Dhe sigurisht në fund i vitit bëhet miratimi masi të kalohet konsulta publike të tjera, bëhet miratimi për vitin e sotme. Pra që të dy se revizionë. Asnjëherë nuk është e miratuar me përjetësi. Asnjëherë s'ka përjetësi. Ne miratojmë çdo buxhet siç e miraton edhe shteti. Çdo vit ta ndryshueshëm. Vjetor dhe çdo vit. Pra, që ta servoj seksion. Kush është dakord? Miratojmë. Kush është kundër? Abstenit. Dakord. Terminatore, kalim të pika 3, projektënim i përdorim të fundit të gjuzuar të emergjenës civile me objekt në rrim në mundi bajs nga rruga autolea Shashkos, të këti pjazë të ndërrimi e emergjente, atëherë komandant në zhjiri. Përshëndetje të gjithëve. Kemi një kërkesë nga kryetari i fshatit për ndërhyrje në rrugën e Shkozë. Pasi nga firat që kanë ndodhur para pak kohësh, ka pas një shenjë aty dhe është e domosdoshme ndërhyrimi i Rimon Valsi. Në segmentin rrugor
autorora e Shkodrës, njësia e Zyrë Fuqarës, ka lëvizje të rrengë e cila ndikon drejt për drejt në shëndetshmërinë e trasesë rrugës, faktor që ka ndikuar në prishjen e ekuilibrit të trasesë dhe njëkohësisht pjasësia e padrë përbel dhe shqitje dhe bllokim të trafikut lëvizjes së automjetit. Theksojmë se kjo rrugë ka një pjesë të madhe të automjetit ndaj duhet ndërmimi e mirëhershme janë përgatit dokumentat e nevojshme për këtë Grupi i punës i ngritur me urdhër të Kryetarët të Bashkisë nr. 242/4/6 konstatoi situatën e krijuar në terren dhe parashikoi që për vendin në funksion të kësaj rrugë nevojitet ndërtimi një muri me gjatësi 50 metra, i cili duhet ndërtohet për mbrojtjen e rrugës. Bazuar në preventivat përkatës në këtij muri, nevojitet vlera prej 1.870.214 euro. Për të mundësuar përdorimin e kësaj vlere, duhen bërë ndryshimet në buxhetin e bashkisë, konkretisht në fondin e kushtozuar të emergjencave civile, i cili për vitin 25 është në vlerë 2.782.860 lekë, ku nga këtë 1 milion janë përdorur të janë thjesht për pasës janë përdorur, për dalimin në rrugës Varë, është bërë dalimi, 400.000 është për ndërtimin e murmbajtjes për të sherrja, 384.552 është një objekt vlerje pajisjes në nësër. Pra, përfundimisht, procedura këtë miratura, me vendim numër 50/39/24 dhe të konfirmuar në prefekturë. Pjesa mbetër, pra nga kjo shumë, fondi kushtozuar i emergjencave civile është në vlerën 498.509 lekë. U kësaj shume duhet të shtohen edhe 580.705 lekë, të cilat do të merren nga fondi i emergjencave bashkisë, sepse vlera totale e investimit për të kryer këtë punë, pra për këtë murmbajtës, duhet të jetë 1.087.214 lekë. Punimet për ndërtimin e këtij muri do të monitorohen të rreth nga administratori i përkatës së njësisë së Pra, dokumentat janë përpiluar gjitha në bazë të urdhrit të bashkisë, bërë preventivi i punimeve dhe kjo është relacioni që dekëm të paraqesim si sektori i emergjencave civile për ndërtimin e këtij murmbajtësi si ndoshta fola si shpejt, por nëse Faleminderit komandant, edhe je shumë i sër. Si ka në qashë? Një shkodës, po, është rreth 50 metra dinavazh gjatësi. Atëherë, kush është dakord me ndërtimet e me Është fillimi i rrugës, fillimi ku ta ndërtuar është muri. Një shkodës djathtas, të përzimis, por të që janë venas aty të lagjes, në njerin ata mund të njohin më mirë, mund të dijen më mirë se se ku bjen e ku është. Atëherë, kush është dakord për miratimin e propozuar? Atëherë,